pasi duhet kemi parasysh se ai që njeh historinë, ai që ka në dispozicion historinë, ai kontrollon të ardhmen. Nëse ne mendojmë se ka shumë që ndonjëherë shfryjmë dhe thojmë që na duhet ne që ishim, sepse shi që jemi. Pra nuk është e vërtet, është nëse ne heqim historinë tonë, heqim rrojt tona. Nëse ne nuk njohim historinë tonë, të vërtet ashtu siç është, jo siç na kanë treguar, ne është njësoj sikur të pranojmë që gjyshi jon ishte kushdo, pa ditë se vërtet çka ka bërë, pa ditë vërtet se baba jon kush ishte, na lënë pa rrënjë, pa identitet, dhe një njeri pa identitet është njeri pa moralitet. Dhe një njeri pa moralitet mund të bëjë gjithçka pastaj dhe mund të gabojë. Është kontingjent shumë i lehtë për të rekrutuar në çdo xhiro, për të hyrë dhe për të shkatruar imazhin e shqiptarit, që është shumë e vështirë pastaj për ta rikuperuar. Siç e thash, jo vetëm Ankora, po komplet Bregdeti linnor i Italisë, banorët e parë të Bregdetit linnor të Italisë, e thot askush më pak se një ndër historianët më të mëdhenj të shekullit 20 italian, quhet Ettore Pais, është sardë, i zotëri ishte sardë, sepse bëhet fjalë për fillim shekullit 20, dhe ai del në konkluzion që gjithë banorët e Bregdetit linnor të Italisë, banorët e parë ishin i lirë. Dhe i thot, cioè dall'antica venuti dall'antica Albania. Në fakt nuk kishin të ardhur, po ishin vendali këtu. Pse ne krijojmë ide ngaherë të gabuar që ne shqiptarët atëherë pas kemi pushtuar andej pas kemi ardhur këtej? Jo, shqiptarët nuk erdhën në antikitet me nga Durrësi apo nga Vlora me anije. Ato ishin këtu. Si ishin këtu? Sepse ishin të parë banorë që dihet që kishte gjithë bregu mesdhetar, ishin pellas dhe flisin po të gjuhë që flasim ne sot, që e transmetuan tek ilirët, epirotët, maqedonët dhe pastaj tek ne, shqiptarët e sotëm. Dhe duke folur po atë gjuhë, ato ishin të shpërndarë në gjithë zonën e Evropës jullore dhe kryesisht të mesdhemit. Dhe ato ishin të njëjtës gjuhë tonë këtu në Itali, që jetonin këtu dhe u asimiluan pastaj mbrapa nga komponenti latin. Por në gjuhën italiane të sotme, edhe të sotme, ka një rrënjë të fortë të shqipes të atëhershme, të shqipes antike. Unë ju përmend vetëm një fjalë që është në jetën e përditshme. Ja një fjalë që është që përdoret, që ishte në ilirishtën e lashtë dhe përdoret sot në italisht. Casa. Casa është një fjalë që përdoret nga çdo njeri, nga çdo italian përdit, sepse shkon në shtëpi, do ikin në shtëpi patjetër. Çfarë është shtëpia? Shtëpia është një vend që ka formento, që ka zhurmë, që ka jetë, që ka zëra, ku jetohet. Po të marrim në shikim që enciklopedin Trikani të jep 7 faqe shpjegime për të shpjeguar se çfarë do të thotë casa dhe pse nga ku vjen. Dhe mas 7 faqe shpjegime do thotë në fund è un gemma nascosta della lingua italiana. Non è una gemma, është një fjalë e vjetër ilirishte shqipe e sotme që shpjegon. Një vend që ka jetë, që ka zhurmë, që ka zëra. Çfarë është? Një vend që ka za. Një vend që ka za është casa, shtëpia. Pra është kaq e thjeshtë për ta kuptuar përmes shqipes gjuhën italiane, gjëra tjera të thjeshta, të jeshpërtishme. Basta, ingojalo, pasalo, ingojalo. Nuk thojnë imbokalo, ma ingojalo. Mettelo in bocca, ingojalo pra në gojë. Ingojalo. E shumë fjalë të tjera, si kemi dhe toponimit. Në gjithë Bregdetin linnor të Italisë, toponimit shqiptar janë pafund. Kemi nga veriu në jug, po i marr nga veriu. Janë era, kush jepte në atë kohë, emrat, kush jepte rajoneve, lumejve, erave, i jepte populli që ishte o pushtues, ose populli që ishte vendali. Ne pushtues e dim nga historia që nuk ishin pushtues që pushtu vendalin me ushtri apo me sulme të ndryshme, absolutisht. Pra do i takon që t'ishin vendali. Marim nga veriu, është një erë ftoft në veri, që sjell vetëm ftoft shkatrime në zonën e Triestes. Dhe ato e thoi, quando Sofia Bora che raggiunge la velocità 150 km/h, in frango di vetri si spazza via tutto e porta sempre la neve. Pra, kjo tregon, vet emri kësaj erë që sjell borën e ka bora. Vet fjala bora tregon se na fillen e emrit të borës. Kur ka shi që vjen një erë nxehtë që sjell gjithmonë shi, si quhet ajo erë? Quhet Scirocco. Është një erë Scirocco që sjell i quando soffia il Scirocco porta sempre l'umidità alla pioggia. Perché shiu në roku, ishte një erë që shiu në roku. Pra ka shumë e thjeshtë përmes shqipes që ne ta kuptojmë
zanafillin, gjenezen, komponentin i lirë që është sot në gjuhën italiane, por janë shqiptar zmemorati, që kanë humbur memorin të përsëri pasi komponenti latin misundoj me mënyrat e veta dhe e zhduku atë kujtesën historike që të kujtoni edhe një herë nga vinit. Pastaj po erdhë me në aspektin historik, e dim që Venet ishin ilirë. Demosteni në shekullin e 4 para Kristit, ai i thonte, ai i urrente për arsye se ato shpeshherë iknin dhe bënin inkursione përmes detit dhe po shtonin ato ishit e vegjël i plaskishnin nga zonat e Jonit poshtën dhe ai i quhte barbari i lirë i Veneti. Demosteni në shekullin e 4 para Krishtit. Pra ajo është histori. Në gjuhën e sotme venete kemi shumë fjalë të përbashkëta me shqipen, që janë në fjalën antike, aq sa glotolog të shekullit 20 thonë që c'è un componente, una radice lirica affine con l'albanese odierna, sepse shqipja për arsye të kësaj ngushtimit të hapësirës jetike shqiptare dhe shtrëngimit në këto zona të ngushta që është sot, zonat e maleve ku u mbyll komponenti shqiptar, mbeti gjuha ilire pothuajse pa ndryshuar, thjesht e modernizuar, por jo shumë ndryshuar. Unë kam pasur rastin që të intervistoj kur isha gazetar në Shqipëri në vitin 93 një profesor të shquar që quhej, ai ishte profesor që njihte gjithë gjuhët e antikitetit, kishte përkthyer në atë kohë, kishte përkthyer Iliadën dhe Odisen, pra veprat të kalibrit mallor, dhe quhej John Shlaku. John Shlaku kur e pyeta për nëse kishte hasur vështirësi për përkthimin në shqip të Iliadës dhe Odises, më tha tekstualisht, jo, sepse përktheja nga shqipja antike në shqipen e sotme. Apo për të thënë më mirë, tha tekstualisht, ishte shkodran, nga gegnishtja e vjetër në shqipen e sotme. Pra, vetë emri Iliada i dhënë nga Homeri në shekullin e 8, që flet për një luftë të bërë në shekullin 12 para Krishtit, në kohë kur në Ilirin tonë, gadishullin Ilirik, asaj që sot e quajmë gabimisht gadishullin ballkanik nga turqishtja, gadishullin Ilirik e sundon të gjithin mbreti Ylli. Mbreti Ylli ishte zotriu i gjithë hapësirës të ako Pelasgu Ilirit që ishte gadishulli komplet i sotëm ballkanik, pra ai që ishte gadishulli Ilirik. Dhe në momentin që u bë përplasja madhe mes gjithë fuqive, me të fuqive që ishte të llojit të vet pelazgjik në atë kohë, u shpërndan mbretëria e Yllit dhe u bën 3 mbretëri të jora, ilire, maqedone dhe epirote. Dhe vetë emri Iliada është nga getnishtja vjetër. Ylli u nda, Iliada. Pra ylli u nda, mbretëria e Yllit u nda, u sfashu, u da në tresh. Pra janë të gjithë komponentët e antikitetit, gjuhës e gjitha, pastaj përmbledh edhe tek detrat, për të ardhur edhe tek toponimit e rajoneve, ke detrat e sotme, deti Adriatik. Në asnjë lloj gjuhe këto nuk arrin ta përkthejnë në detin Adriatik, po deti Adriatik është aty ku derdhet Drini. Dhe ne e dim, çfarë është Drini, është një lum. Ku është Drini në Shqipëri, pra në Ilirinë e përparshme, në Shqipërinë e sotme. Dhe ajo përkthehet prapë me ilirishten, si ishte një emrim i lirë. Adrini Atik. Është Drini Tuik. Adrini Atik. Pra është vetë komponenti i fjalës të Drinit që e tregon që Drini po ikën, po derdhen. Adrini Atik. Adrin Atik. Drini po ik. Pra në emri Jonit, deti Jona, ka më shqip se deti Jon. Pra janë gjitha këto gjëra që pastaj dhe në bregdetin italian që kemi dhe zonën e Market. Market janë një zonë që nëse arrin pra tek Trekani, tek enciklopedia Trekani që është pika referencës për italianët, Trekani prap ka 7-8 faqe për të shpjeguar se nga vjen Marke dhe pasi përdor gjithë arsyetimin e gjuhës helene, gjuhës latine, gjitha nuk arrin në konkluzion dhe thot ka mundësi mos e kanë vënë gjerman. Pra, ja kanë vënë Gjermant Markës, që Gjermant në ato ishin në një largësi kaq të madhe nga këto zona, ishte e pamundur. Pra, ka mundësi mos e kanë vënë Gjermant dhe nuk jep shpjegimin e saktë. Por vetë Market se në atë kohë të duhet kuptojmë që toponimit, pra vendbanimet, qytetet, lumejt, gjitha kishin edhe mbiemrat e personave, kishin një domethënie, nuk kishin të rastësishëm.
Si që kemi sot, në Itali ka shumë mbiemra që janë me mbiemra katunë shqiptare. Para ca ditëve kisha zyrë një që kishte mbiemrin Suçi. Suçi është katunë afër Peshkupis dhe janë gjithë të ardhur nga ajo zonë. Si që kemi Muçi, Kuçi, Buçi, janë gjithë mbiemra me prejardhje nga Shqipëria. Pra dhe emrat e rajoneve, dhe emrat e njerëzve kishin një domethënë ose kishin ato të zanatit apo të karakterit të njeriut. Njëri e kishte Mengeti, po Mengeti nuk ka asnjë lloj kuptimi në italisht dhe nuk ka asnjë lloj domethënie në italisht. Por Mengeti është njëri që është i ngati çik Mengeti, meti aty. Me shumë i ge kishte, ja? Pra janë gjërat që kanë marrë në këtë mënyrë kështu dhe market është një zonë që kur mund të jenë takuar në atë kohë, kur mund të kenë pasur atëherë takimet, i thanë po, ku je në zonë kaq të bukur, se është zonë e jashtëzakonshme market, është prodhimtare, është zonë shumë e bukur nga reliefi kodrinor që ka, nga gjitha parametrat. Atje jeti po, mare ke në atë zonë, pra ankon marë ke, po jetove në atë vend, vetëm marë ke, vetëm benesër e ke, pra mirëqënje ke. Dhe Ancona vetë është një qytet që është anë Kodrës. Pra mund ta ketë marrë thjesht nga anë Kodra, apo Ancona, Ancona, nga ana jon, Ancona, nga ana jon. Pra janë disa gjëra që të bëjnë të reflektosh edhe në toponimin e vendeve, që është Peskara pastaj, se shumë e marrin me humor nga njerë. Por Peskara, po të shkojmë në historinë e saj, kur është themeluar Peskara, kam qenë 5 heroj, 5 dragoj që luftuan në kohë me nisjen e latinëve, që erdhën latinët e parë për të kushtuar zonë dhe ishin 5 dragoj. Dhe ato ranë në fushë të betejës të 5 përballë 5.000-10.000 legionarëve. Dhe këto ishin 5 heroj që ishin 5 kanë ra. 5 heroj ranë pra në fushë të betejës dhe mori Peskara nga 5 kanë ra. 5 heroj, 5 dragoj që lumin këto. Ishin 5 dragoj. Pra janë gjitha që kanë një domethënie dhe një shpjegim me shihen e sotme, siç janë dhe zonat pastaj të jugut të Italisë, që ti më tej kemi zonën e Puljeve që janë 10 me sapet japigjet. Ne ankohemi për shkrimet shqipe. Na thojnë shumë herë në polemika, jo po ju nuk shkruani. Ne shkruani me komen si nuk shkruanim ne. Shkruanim patjetër dhe shkruanim shumë madje. Aq është e vërtetë kjo, saqë Ribezzo, një lotolog i shekullit 20, një gjuhtar i shekullit 20 që quhej Francesco Ribezzo, zburon 400 shkrime mesapike të shekullit të 4 para Krisht në Pulje. Ato përdorin gjitha mënyrat me latinishtën, me greqishtën e vjetër, helenishtën e vjetër, me deri arrin kërkojnë dhe hieroglifet e Egjiptit për të sjellë ndihmë për të kërkuar për të interpretuar këto shkrime, si ishin shkrimet e para të kaq antike që u gjendin në Pulje. Një nxënës i tij, një student i tij, Arbresh, merr buzinë dhe i thot profesor, këtu është me shumë gjasa që mund të jenë shkrime ilire. E morë se këte kanë jetu pra ilirët në të zona lindore të Italisë. Ku ta gjejmë ilirishten? Profesor, thojnë që atje përballë janë ato që kanë mbet. Shqiptarët atëherë i morin në fillim të shekullit 20, me shqipen moderne të fillim të shekullit 20, ai përkthei 400 shkripe mesapike. E kuptojmë ne se shkrimpja si u shkrunte që shkrimet e po shkrunte me shkruar pellazgjike. Me ato shkruan që i morën fenik nga pellazgjët, ilirët, maqedonët, epirotët. Në shekullin e 8 para Krishtit, vetëm atëherë i morën helenët. Dhe bën ato atë figurën e tyre, sepse dim që qytetërimi helen pati një rezonancë shumë të njohur dhe shumë të suksesshme që nuk ka nevojë ta thënë ne, por helenët gradualisht arritën duke mbas pushtimit roman, duke u sfumuar dhe nga shekulli 3 mas Krishtit dhe mbrapa nuk flitet më për popull helen, nuk flitet më asnjë shkrim nuk ka mbi helenët. U shkrim, pra u asimiluan krejtësisht dhe nuk u përmendën më dhe pa pritur shekullin 19, 1820 dhe 1830 dikush kujtohet dhe i thotë, "Shiko, ju jeni helen." Dhe ato pastaj e pranuan dhe e dim se si shku rollën ngjarje. Pra për 18 shekuj, për rreth 16 shekuj, nga shekulli 3 deri në shekullin 19, u zhduk komponenti helen nga çdo libër, nga çdo libër historie, nga çdo libër letran, nga çdo gjë që pregjë. Aq është në fjalë, saqë ne shkruanim, siç e thash, me këto shkroja. Dhe këto shkroja janë sot në ekskluzivitet të marrura nga fshinët tan jugor.
Në 1908 ne shumë herë jemi naiv si popull dhe na imponojnë gjërat duke ne sharë. Ne shajnë kujdes atë janë shkronja greke dhe i bën që këto të votojnë gjithë 100% për shkronjat latine. Ne kemi një alfabet sot të jashtëzakonshëm, le ta gëzojmë, le ta majmë, le ta prosperojmë. Por ne duhet patjetër të fushim prapë studimin në shkronjë pellazike, sepse në moment që dalin shkrimet, që kemi në Butrinë, i kemi në Durrës, i kemi kudo nëpër Shqipëri, i kemi në Prishtinë, i kemi në Prizren, i kemi në Shkup, kudo që dalin shkrimet, janë lehtësisht të përkthyeshme me shqipen, po duhet dim t'i lexojmë ato gërma ne. Nëse ne arrim t'i lexojmë, kam marrë njerëz, kam dy gocët e mia që kanë studiuar për këto gjëra, arrin t'i përkthejnë me lehtësi. Pra përkthehen nga gjua shqipe, por janë të shkruara me shkronja pellazhike, ato që kanë marrë sot grek, jo komplet, se ato i kanë modifikuar disa, dhe duke i modifikuar disa, ato thonë ky është alfabeti jon antik, dhe çdo shkrim që del sot nga nën toka, ato e marrin të mirëshëm që është i tyre. Pra nuk keni shkrim, thënë, sepse ju keni bërë për herë të parë alfabet 908. Nuk keni shkrim, thënë, se Gjon Buzuku është shkrimtari i parë juaj që ka shkruar për herë të parë shqip. Nuk është e vërtetë. Na koni shkruani, por shkruani me ato shkronjë që ishin shkronjat e gjithëve. Pastaj për të arritur në shekullin 19, që ishte katastrofa më e madhe e sulmit ndaj shqipes, ishte pakti që u bë midis sultanit otoman dhe patriarkant të Stambollit, të cilët janë dakord, njëri e mallkoi gjuhën shqipe, tjetri e zori me dekret ligjor për ta ndalë çdo gjë. Në Shqipëri kishte rreth 3000 shkolla në vitin 1800 në kohën e Mëshojtorës kur Pandeli Sotiri e hapi, rreth 1870-1880 kishte 3000 shkolla publike. Në këto 3000 shkolla publike kishte rreth 1400 shkolla të gjuhës turke, 1300 shkolla të gjuhës greke, tjerat shkolla ishin gjitha të gjuhës serbe, malazeze, bullgare. Vetëm një shkollë ishte shqip që ishte Pandeli Sotiri. Dhe mbas 2 viteve që kjo kishte hap, u kujtuan që kishin gabuar, që kishin lënë këtë një dhe e vran Pandeli Sotiri dhe mbyllën shkollën. E eliminuan fizikisht. Pra e imagjinojmë të merrin që kishin nga gjuha shqipe, sepse gjuha shqipe është qelsi i zbërthimit të gjithë kodeve të lashtësisë. Është bazë gjenes, ka bërë sa kërkesa po të fundit dhe po i mbledhin gjuhëtarë gjithandaj nëpër Evropë. Këto teza janë teza që po përkrahen dhe nga gjuhëtarë evropian dhe kemi bardhënie me to, për ta kërkuar që herë të vonë të listohet në librin e shenjtë të UNESCO-s, si pasuri botërore e UNESCO-s. Përmes shqipes zbërthen çdo gjuhë sepse ka komponentin delle sillabi që i thonë italianët, të rrokjeve. Është gjuha që ka më shumë fjalë, një rrokshe se çdo gjuhë tjetër në univers. Ka rreth 3000 fjalë, një rrokshe. Është unike në botë. Dhe ajo që thash parë për këto qytete, për këto vende, janë duke ndarë pra në sillabi, në rrokje, arrin ti shqipërosh, ti përkthesh në shqipen krejt lehtësisht. Siç është dhe rasti i Romës. Në